Policia e shtetit ka bërë bilancin për muajin tetor, ku gjatë kësaj periudhe blut bëjnë me dije se janë finalizuar 110 operacione, teksa në pranga përfunduan 572 persona të dyshuar për vepra penale të ndryshme. Gjatë këtyre operacioneve, policia ka zgjesuar 10.300 bimë narkotike, janë sekuestruar rreth 201 kg kanabis, 8 pako kanabis në traj gjelatine, rreth 2 kg kokain, 10 doza të këtyre lëndëve dhe të heroinës. Janë sekuestruar 57 armë zjarri, 5 prej tyre sniper, 4 silenciator, 16 armë gjau sportive, municion luftarak, 4 kallëp tritol, 7 fitila detonator, granata dhe ndezës për to, 35 armë të ftohta, pajisje për shpërthim në distancë, pajisje për bllokimin e valve dhe pajisje gjurmuese, veshje mjete punës si të policisë. Strukturat e krimeve ekonomike kanë goditur një sër aktivitetesh të paligjshme, përfshirë një spital privat dhe një klinik dentare që kryenin evazion fiskal si dhe një call center, mashtrim në bursa fiktive. Në Lezhë dhe zbatim të vendimeve të GKK-s u konfiskuan 20 pasuri të paluajtshme me sipërfaqe totale prej afro 100.000 metra shkatror të përfituara nga veprimtari kriminale. Në kuadër të masave parandaluese, policia ndaloi përshkallëzimin e konflikteve me armë apo dhunës në familje në 6 raste, zbardhi 12 ngjarje kriminale të ndodhura më herët. Në fushën e krimeve ekonomike dhe të kufirit u goditën 12 raste kontrabande me madhra me vlerë mbi 56 milion euro, si dhe disa tentativa për mosdeklarim parash. U finalizuan gjithashtu operacione kundër ndihmës për emigrant paligjshëm, kundër vjedhjeve, lojrave të fatit, ndotjes ushqimore, ndërsa në gjithë vendin janë goditur 160 raste ndërtimesh pa leje. Policia rrugore ka intensifikuar ndërkohë kontrollet në akset kombëtare, duke arrestuar 204 drejtues mjetesh, pezulluar 283 leje dhe vendosur mbi 14.000 masa administrative për shpejtësi mbi normë të lejuar. Shërbimet kufitare ju kanë ardhur në ndihmë 15 turistëve që mbeten bllokuar në zonat malore apo detare dhe janë goditur 51 tentativa për kalim të paligjshëm kufiri, si dhe disa raste kontrabande dhe trafikimi. Policia e shtetit garanton qytetarët dhe partnerët se mbetet plotësisht të angazhuar për të garantuar rend dhe siguri publike, duke ftuar qytetarët të denoncojnë paligjshmëritë që hasin në territor në numrin 112 apo njësitë më të afërta të policisë.